Finalja e një reality show si Big Brother VIP Albania është gjithmonë një moment kulmor, ku emocionet, pritshmëritë dhe reagimet ndërthuren në mënyrë intensive. Përzgjedhja e Rogertit si finalisti i katërt nga publiku duhet të ishte një moment feste dhe vlerësimi për rrugëtimin e tij, por duket se këtë herë situata mori një drejtim tjetër, duke hapur debat mbi pamshmërinë dhe respektimin e votës së publikut. Në thelb të këtij diskutimi qëndron ideja e sovranitetit të publikut. Në formate të tilla, publiku është faktor i vendimtar, ai që përcakton se kush vazhdon dhe kush largohet. Vendimi për të çuar Rogertin në finale tregon qartë se, pavarësisht kritikave apo perceptimeve të ndryshme, ai ka arritur të krijojë një bazë të fortë mbështetjeje. Kjo mbështetje mund të vijë nga fakti që ai ka qenë një lojtar i drejtë për drejtë, ndonjëherë i ashpër, por gjithsesi autentik në mënyrën e tij të lojës. Megjithatë, reagimet e drejtuesit Ledion Liço dhe opinionistëve si Arber Hajdari dhe Monika Kryemadhi kanë ngjallur polemika. Ndryshe nga momentet kur finalistët e tjerë u përgëzuan, në rastin e Rogertit është perceptuar një qëndrim më kritik, madje edhe zhvenjim i hapur. Kjo ka bërë që një pjesë e publikut të ndjejë se është vënë në pikpyetje vetë vota e tyre. Nga një këndvështrim analitik, kjo situatë ngren një çështje të rëndësishme, rolin e figurave publike brenda spektaklit. Drejtuesit dhe opinionistët pritet të jenë udhërrëfyes të debatit, por jo të ndikojnë apo të duken sikur ndikojnë në perceptimin e publikut. Kur reagimet e tyre perceptohen si të njëanshme, krijohet një ndarje mes produksionit dhe audiencës, duke rrezikuar besimin tek formati. Sa i përket vetë Rogertit, ai përfaqëson një profil të veçantë lojtari. Loja e tij e fortë, shpesh konfrontuese, ka qenë një thikë me dy presa, nga njëra anë ka krijuar kundërshti, por nga ana tjetër e ka bërë atë një figurë të spikatur dhe të diskutuar. Shpesh në reality show, pikërisht këta personazhe që trazojnë ujërat dhe sfidojnë të tjerët, arrin të mbijetojnë gjatë dhe të fitojnë mbështetje, sepse krijojnë dinamikë dhe mbajnë gjallë interesin e publikut. Pretendimi se ai i ka qerë maskën disa konkurrentëve të tjerë është një tjetër element që mund të ketë ndikuar në perceptimin e tij si një lojtar i fortë dhe i sinqertë. Publiku shpesh e vlerëson dikë që thotë gjëra të hapur, edhe nëse kjo sjell përplasje. Kjo mund të jetë një nga arsyet pse ai arriti të fitojë votat e nevojshme për finalen. Në përfundim, rasti i Rogertit në Big Brother VIP Albania nuk është thjesht një histori për zgjedhje në finale, por një reflektim mbi marrëdhënien mes publikut, produksionit dhe konkurrentëve. Ai tregon se vota e publikut mbetet elementi më i fuqishëm i këtij formati, por gjithashtu se mënyra si reagojnë figurat publike mund të ndikojnë në perceptimin e drejtësisë së lojës. Pavarësisht polemikave, një gjë mbetet e qartë, Rogerti ka arritur në finale sepse publiku e ka dashur aty dhe kjo e bën atë një nga pretendentët më interesant për çmimin e madh.